Gjasat shpesh herë i kanë më shumë i dyti se sa i pari. Për shkak se i pari fillimisht e merr një farë garancioni që dola i pari dhe nuk punon shumë, nuk e ka motivin e njëjtë me dytin. Për të dyja komunat, nëse ja nisëm për Prishtinën, nuk është e largë që vetëvendosja mundet me rikthy Prishtinën. Për shkak se nëse bazohemi në herën e fundit, kandidati i dytë ka dalë i pari, pra zotni Rama ka qenë kandidati i dytë dhe i vetëvendosjes ka qenë i pari, dhe mund të përsërit situata e njëjtë edhe tash. Qeku që është i dyti me mbështetjen e PDK-s dhe njerëzve tjerë që mund me kanë edhe që s'kanë votu për një kandidat caktuar, ose kanë votu për Orhan Ismail ose dika tjetër, Bek Berishën mund më kthy te votat e vetëvendosjes, pra nuk është e lartë mes që vetëvendosja mundet me e kthy. E pa parashikueshme. Po, mundet me e kthy, bile gjasat po mendoj që në balotazhe se e kemi pa historikisht, gjasat shpesh herë i kanë më shumë i dyti se sa i pari. Për shkak se i pari fillimisht e merr një farë garancioni që dola i pari dhe nuk punon shumë, nuk e ka motivin e njëjtë me dytin, edhe personat që mesin jashtë garës, si në këtë rast zotni Ismaili, zotni Bek Berisha e tjera, kanë tendencë mu kthy me bashkëpunu me dytin edhe jo me të parin që i qiti pi garës. Jo që shumë njerëzit fort i dëgjojnë në balotazh, për shkak se në balotazh ki problemin më të madh fillimisht qysh me bin njerëzit me dalë në zgjedhje, se pi bie shpesh. Kjo do të jetë sfidë. Pra, mendoj që sfida më e madhe ka me qysh me bin njerëzit me dalë në balotazh, se sa për me votu, po dy komuna që mendoj që vetëvendosja ka gjasat ka gjatë mira me kthy është Mitrovica e Jugut edhe Prishtina. Dhe në komuna tjera prap mund të pas befasi, për shkak se gjatë kësaj periudhe kena Gjilanin duket se ka të sigurt. Unë mendoj që Gjilanin domethënë sa kam po tendencë, domethënë ritmin e numërimit të votave dhe sa janë me pak vota që vijnë për diasporës, Gjilani mund të më shkodaj pa balotazh. Për shkak se diaspora e Gjilanit voton për vetëvendosje. Ruajti domethënë komuna që kishte vetëvendosje. Ana Morovën thuj se e kanë në Bastian të vetin tash vetëvendosja. Secila parti e ka kaj Bastian, Akoja, Dugaxhinin, PDK-ja Drenicën, Prishtinë, Gollak, Llap, kanë menu LDK-ja që e kanë Bastian të vetin, po ju ka hu, po megjithatë Ana Morovën është e kriju si Bastian vetëvendosja.